Themi prap në Johnny Black me episodin e radhës Musafir direkt për Gjermanis e kena Nordin. Mirë se ke orë Nordin. Faleminderit. Mirë se ke orë. Faleminderit vëlla, mirë se gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Qysh je? Mirë, super. Qysh ki kalu rrugës se tregove më herët që ke orë me makinë? Mirë vëlla, shku kena kalu pak larg, jena lodh normal. Si krejt, kur beshar. Duket vetë ke ardhë duket edhe me shok, kështu që se besoj që të kalon më lodh rrugës. Po, kam marrë me shok edhe vllavin më kanë druka, pa ka mos super kena kalu. Po nice. Ti si tiktokera, artista, qysh me të prezentu, po më nejtë që TikTok mas pore e ki morë hapat e parë në karrierë. Po. Kur të ka ardhë ideja me bo freestyle në TikTok? Vlla, one me muzikë jo marrë më ti. Okay. O puna që s'kom pas për kraje, ose s'kom pas ku me shfaq, ose arsyeja kryesore, o kone arsyeja financiare, se si kom pas financat e mija vetë me vazhdu që kom dasht. Edhe për TikTok, që po pyet kur ja kam nis këtë pahiri, nuk e kom bo mend që kam me mdhez një freestyle, ose të bëj qëta që kam me dhez, po e më kam vlla tonight, spontan, tonight edhe ka ardhë ideja, apo provoj me vlla unë i bëj gjithë. Amo çdo TikTok që i ki pas të më ndërprej, e ki pas një energji shumë të madhe. Edhe që energjia të ka bo ty, do më thonë, me depërtu gjithka dhe zakonisht diskutojnë për energjin tone, freestyle, çdo freestyle që e bon e ki energji shumë të madhe. E vërtet, unë menoj që energjia, po unë menoj që edhe e kom folje më nuk gjithmonë realitetin, nuk kom pas shef me fol çka nuk jam, ose ka njerë kom fol për dikon tjetër që po du me thonë që në realitet nuk kom këshur me vra kërkën hiq. Kom pas shef gjithë kush që e njim pa marrë parasysh farmosh, që janë kom pas shef që me mpëlqy, mo një mirë me mua, po kupton? Me muzikën tem që pe bëj, ose qatë freestyle. Atë merë ko, do me thonë, kur do me bo një freestyle në TikTok, sa të merë ko mu përgadit për me bo që ato, edhe sa të merë ko për me publikua, e bëna i strategjit publikimit, a direkt shkon e bëna dhe poston. Jo, vlla, shku me të kalzu drejt në fillim, kër e pata një se që të kalzova spontan, halojëm që shto, nuk shkruja, adi nuk e mendoj me ta shkruj një tekst ose kështu, su kur që ta është për shembull qesë në që shkena mi bo freestylat. Po, edhe gradualisht të e një bitën edhe për shembull bo teksti edhe me njëherë registroj edhe për shembull nuk e qej shumë gatë, thiri vllaun ose dikon që mi bëm videot, një orë 2 dhe hajtë dalimi me bojmë edhe... Do më thonë videot për t'i bëj ka vlaçko. Po, hera por që për kalzoj. Edhe pse më kam pyet shumë aty në për komente. E kom po dokumente kush po t'i bën videot, kush po t'i bën videot. Aso se kom ditë qëta është në kalzove, kështë që videot e Nordit... Shara për vlovit tem. I bëj ke vlovit tina. Okej, zakonisht freestyle, ti e përmen njësen kapelojmin. Ka ardhë kjo kapelojmin, është një farlofi interesant që e përdurë. Në fillim nuk e kom pas, fillimet e mija nuk e kom pas kapelojmin, po tani kur e pash që u bojë audienca shumë e mirë, më frymëzojshin edhe më patardh edhe kjo spontanisht dyqy se mu do këse interesant. Shumica kanë menu që e po lypjon e me shkum Big Brother, adin kapel Top Channel e kom pas kapelojmin, ama nuk e kom bo kur për Big Brother. Më ka orë që shtu edhe mu ka përshtat edhe e kom pas që publika pe pëlqen. Amo sartë për menet kapelojmin, gjithë që i shkojnë mene njerëzve të Nordi. Zakonisht TikTok, kër i përmen kapelojmin, zakonisht shkon menet. Shumica për shembull më ka ndodhur që i ka thonë a një për shembull Nordi, se nuk ka qenë për shembull emri Nordi shumë i famshëm. Kur i ka thonë a një Nordi, ka thonë do kanë thonë po shumica kanë thonë vallai jo, a një djalin që thotë Top Channel kapelojmin, po. Okej, shumë nice, shumë ide e mirë për më njoft me një laf si kapelojmin. Fama e TikTokut atë kanë ndikuar zhvillim si artist apo na shtakon në pengesë për ty? Jo, mu absolutisht mu më kanë ndihmu shumë. Unë që s'kallzova nuk kom pas mundësi tjetër, e kom shfash në TikTok, pak si me frikë në fillim, a dekot ja nis që mos po keq kuptona, ose mos nuk po pëlqejna, ose diçka, ama mu më kanë ndihmu shumë TikTok. Se zakonisht dikush, e merr guximin me bo video në TikTok, po tarmën ju bëhet pengesë. Jo, kur far pengesë, mu thjesht më kanë ndihmu TikTok. I shqyr që ka dalë TikToki për të mirë, për dosane shumë të këshia jo, që apo bohen, ama për të mirë, shqyr që ka dalë. Okej, Nordi.
artisti më i mirë në industri, cili mendon që është edhe pse bash Don Gjoni. Bash? Don Gjoni. Don Gjoni? Unë mendoj që artistat në stradë që janë në industri shqiptare, se cili e ka vlerën e vet, këtë janë të mirë, nuk më i me dallu as Don Gjoni, as atë tjetrin, as këtë tjetrin, për mu janë këtë njëjtë, suksese për Don Gjonin, respekt, po unë mendoj që Don Gjoni ka pas pak edhe fat, që u kanë me një studio shumë ekskluzive, u kanë bas shaj më me ade, Johnny Black. Shout out to Johnny Black. U kanë, që cili artist që ka orë, s'ka pas vla artist kesh, kanë orë këtë artistat me vlera. Që është Johnny Black gjithmonë i edhe thirr ka artistat pas e lidhje mirë. shumë, Johnny Black ka lidhje shumë të fortë a momenti që vish gjenë Johnny Black ki përkrajen të naund. Okej, ta bëj Menoj unë për çashtu. Ta bëj një pyetje. Respekt për Don Gjonin. Respekt për Don Gjonin, për Johnny Black. Cili reper mendon që është i mbivlerësuar Kosovë edhe Shqipëni, po të njëjtën kohë edhe cili reper mendon që është i nënvlerësuar Kosovë edhe Shqipëni? Unë foli realitet vëlla. Për mua nuk është asnjëri i mbivlerësuar. Tuk se ka orë vëlla që aty. Ka pas diçka e që ka orë që aty. Amo ka raste që dikush deporton edhe e kap një sukses, po nuk ka dhe shumë rita, së di që ta sfigu. Nuk për di që me ta, di së në ti ceki me emna, për shembull, se kam në jo në emën që me pas, e thëmë vëlla. Pa problema. Kjo nuk është kur gjë e keqe, shumë pëlqen mu si për gjatë di tjetër, për shembull as mu. Ani, në emër dush me pas. Për shembull as tu nuk i pëlqej dikujt. Mundet me thonë valla në ordi shumë pëlqen, është shumë normale, tash nuk do na me morë çdo san. Amo, menaj që një emër dush me poste reperat e nënvlerësum. Ka shumë artista që janë të nënvlerësum që... Artistat nënvlerësum? Nënvlerësum, ta shpekthejt nënvlerësum. Artistat nënvlerësum janë qëta artistat e ri, që nuk kam përkraje, bova ki ka shumë talent, digjet mbrana, s'ka ku me qitë, se ndimon ju shkrun 1000 veta av kërkur si ja këthen. Po, me për artistat e ri, ju thomë që unë jam i ri, ja kom nis vet, mos dërzoj se Zoti qel rrugë. Zoti i madh ç'është. Veç mos u dorëzo punon se Zoti hap rrugë. Pa punë, normal që normal. A ki pas të herë naj problem me një artist ose masi që ki bo naj freestyle në TikTok, na është e këshu dhe një laf që dikuj i ka vra, e të uptu edhe të ka shkru direkt në Instagram ose dikun edhe ka do naj të lashe pe freestyle-it. Deri sot nuk kom pas me artist as një problem, që shumë ka shkru kërkush ade për në farë problemi. Kam lidhje me artista, diçka po shumë mënyrë shoqërore, mënyrë të mirë. Na të lashë, na problem, nuk e ki pas. Jo, deri tash jo, se edhe kërkon nuk e nguci. Kërkon nuk e nguci. Okej. E se kanë erë në do freestyle-a, na është e nguc, na i kanë? Ta s'ka ndollë. Jo, unë se bëj që e pas ke kuptu ti që ashtu, ama unë nuk e kur. Asnjë, se menoj. Qaj që ti djeglet e mon. Nordi, deshta me të pytë muzikë. A duhet me pas ma shumë talent, a me investu vetëm marketing edhe gjithë qysh ki me deportu? Po flasë kështu më përgjithsi? Jo, kur nuk i talent vëlla marketingu, mundet me dhez një muj, 2, 3, mundet me dhez një vjet, edhe del dikush me talent edhe të heci marketingu. Ka shumë rol marketingu, ama në fillim unë e kisha pa që është talenti. Kur është talenti, ka ma shumë, normal, duhet edhe... Se mu më ka ra me pas, sa herë që kom hullumtu, shumë dhe më thonë ki njerës që kanë bo te për fond për mes marketingit, po talentin e kanë pas zero, gjatë që nuk po di... Nuk po thëmë që jo, në thash, kam bo, ama nuk zgatë shumë. Kër e ki talentin vloz, i e gjithë, i njejti, e ki talentin. Talentin, kër ta kish talentin, dhe më thonë, je marketing është vetëm bënës. Deshta me të pytë, a ki menager, a o të të menagju dikush, a ki qef me posti menager të armën për karrierë tone? Për momenti menager nuk kam, më kanë shkru, më kanë lut për 20-30 veta, në shta që me marë menagement, po unë... Ki pas oferta, do më thë? Po, isha pak edhe si ri, edhe nuk disha me kënë, se u pa ta thuj shumë njerëz, vëlla. Do më thonë, ka pas njerëz që të kanë bo oferta, që ki dalë ki full me ta dhe do më thonë kanë shgënyu ata. Jo, nuk thash do. Ka pas shumë njerëz që më kanë lut, po në s'kom pranu se s'kom desh, nuk i kom thonë s'po du me ty. Po kom thonë këshyrën vlla. Ja, kështy. Po, e kom lanë se nuk besoj shumë njerëz vlla. Nuk besoj shumë. Te menagjimi, na është ta, one që menaj,
që një dhe artista, do më thonë janë konë tepër të fort, por nuk kanë mujt me depërtu derisa u prezantu te një label. Për shembull, në Kosovë kena Kogja label. A kështë pas qef ti për shembull te një label në Kosovë me hi edhe Nëse mu menagju pi dikuna për ty. Nëse ja vlim se jo, po normal pa menagju. I hapën do më thonë edhe për çdo label që është Kosovë, normal po. Me diskutu me ta dhe me bo nëj marveshje ose qatë do që të konvenon ty edhe aty në normal, se kjo punë është reciproke. Po, jam i gas shumë normal. Okej, tepër nice. Desha me të pyet sa ka ego në industrinë e muzikës edhe a është e nevojshme do më thonë me pas për sukses, ego e artistit? Në varet vlla, unë mendoj të do artista është ego që jenë sukses të do artista ju. Se ka shumë artista që ego e ka pru të suksesin, ka plot. Po si do qoftë, a e gati për freestyle, se na ma shumë për që punë kena thirë, edhe duhet me mytë sonte bashk, me mytë Instagramin, TikTokin, këtë rete sociale edhe di që ki me eksplodu sonte. Kisme vla. A e na gati? Gati. Johnny Black me Nardin shkojna me freestyle. Shkojna me fenomenin e TikTokut Nardin. Shkojna. Jeta jem prizren qatë diku ka refina. Nëse ki pun biznesi mujna edhe kafe pina. E nëse je i keq e bo është i bërë si gru. Komish ku puna dejte ga një geci me na pajtu. I du shqipon pa ide e pa pik dredhina. Sa her që dalim lidhi krejt bashke dhe kafe pina. Po na shqiptar vlashko e kemi një send njejt. Me bo me na prek njoni zbritojna ja qina kejt. Nuk i nevoj me rritmenën që zotit ka dhëm fam. Se del nej hun leshe ta lengojem pa dhëm. Bon në djali mirë gjithë nja topin këtë respekt. Se pishuj me pamuk një vjetri shotën kërvet. E kom me tradit fjallësisht unë e mos me qit. Se baba më prete dera mak put guën vla thik. Armiku ndruk me bo me qilu me grun. Ka thonë dorë me qu mos më prete shveja mu. Vla unë me ta vra armiku ndruk me bo mu kon me gra. Bo nuk ishe se ke pa. Se e bërnija vlash kokoritët për pak. 100 herë duhet me menu para se me bo gjitin klak. Janë do t'i pashitën trima amën fakin tuca. Ku ju pështoj i qulja vlash këveç pakin uca. Stopit për mu ku dush Nardi jallë djalli thjesht. 24/7 me këtë njerëz veç t'i kesh. Mos pa i trunin se se di mo ku e kom funin. Mos më prek familje 2 sekonda bëjna zhidhje. Jallë me tradita nuk me nanën me ta shoh. Se unë rrita te oda aty ku te shpia oda. Një nat në përkaton rrugës unë tyre po vat. E kisha post një osh për mas ty bese këm pa. Kish pas menu vlashko që jëm tranu. Kompenia të për mas të ju lute zoti për mua. Jëm thëjo ashtë shqie, jëm nërdi ja po mje. Ja nisi a i të kesh, a i këti ka tu një bre. Jemi nale fund vlashko jem për qafu. Sa fos kalzo drejt me në vati e tranu. Nërdi, fenomeni TikTokut. Nërdi. E ke myt, bravo Nardin. E ke djek, bravo. Faleminderit vllazko. E kena batën a ka naj bit, bato? Po vllazko. Apo do të mënoj shta kena haloj, di që ka sa dush. Jo, dytën, për mua është ma mirë me lëshu fill dytën. Ajna gati me dytën! Përshëndetje meriton vlashko qysht kom 2 vjet kom prit për me thardë në emision. Thira në telefon vlashko ti nuk e ke qu. Nervat me ti shkatru son të kometa dëshmua. Për ti te aje normal moti jëm bo kanibal. Te hongër soba isa di qa lujta more djal. Ka loshit e ka uqi kore polos ka ket huqi. Priti 2 sekonda edhe u këthim buz më buqi. Atë kom thonë që s'jam normal zotri jam e kiqi. Son të kometa botim si qingat e obiliqi. Kësi artisti s'ke po as nuk i me po. Nëse del vesh njo unë dërheqe kom e dho. Haverat e shaminja gjamadoni bia jena rrit në përkatun qa ty të nona Shqipnia jena djek e ngurbet me shku kem në amanet me shku ka Kosova vlashko e mi poplex drejt me m'kallzu a keni për mu qysh për nuk keni meriton të mbefasu dil edhe pyt Prishtin qytet kafe lojmi këto kanë me dit krejt Nardi djall modest nuk vish në shtrejt 5 euro e komble pasha zotis jep këtë rejt ka të nore vlo nga tonë në jom rrit kur në nalke ujim lajke none e nkorita kusho ka të ndora letëm del mu për para ta si mu këqit si traktori në për ara kur nuk ka hajgare po ta thom a shqiqare do ekstra pera ti i bëj për 5 fare kur i
s'ko gati truni muqi, fyra palti gjonëm kuqi. Lemzon guqi zot, more zot, je për mjetë dhe nej mot. Tak zoj qat non qatë bop se tjera sa ne jam për. Kur për vasu me godas 1 milion shqipe i kom për mas. Mos faluj man gupin se një peshe ta kësh dash blas. Nordi meritoni fenomeni këti sezoni. Ikni more ikni se rando kavioni. Esplodim vlashku tu nuk op shtim. Ja kimi me dhezja studium komplet shkatrim. Era plin, shërv loko ka hin. Heki shkipza se po botë esplodim. Foli realitet, hit sëm kërset. Me dosh me jau paluhi, ja pale me marifet. Ty kesh asnjëherë pa isha. Veç këtë shë vetin fund buqi që kanë ra. Unë mos po foli vlashku që tu pe mshili. Me bo me jau një zonin s'pëtër duj ti për vjeli. Nordi, si gjithmonë, energjik, 2 myt, freestyle. Qëta shpedi që pse e bo viral në TikTok? Faleminderit Lashku. E ki myt. Dhe shta me të pyet diçka. Po. A ki bo naj dis halo? A i ki gati? Edhe a ki menu në herë mi bo dis dikujna? Se karriera në muzik besoj ka me konë shumë e gati. Për dis do të me pas një arsye me bo dis. Nuk kom dis nuk kom gati. Kang po. A menon me bo naj dis jo pa arsye ashtu, po munguc me dikën? Nuk e di, këshyrë me kohën. Sve di, nuk e kam naj E nëse ta bën, nëse ta bën dikush naj dis, a e këshë këthy? E këshyrë ma ja vlen me ja këthy. Që ja vlen me ja këthy? Nëse ja kësh vlet ja këshë këthy. Folum me. Se ka për shembull artistat që i bojnë disa, po nuk ja kthejnë, smerën me të heq, e lojnë që do në po të thëmë, që ja vlen me ja këthy, ja kthejmë. E kështë marrë guximin. Po, gjithë, normal. Okej, Nordi. A menon që intervista Johnny Blakeit ka me pas impact madh të publiku? Menaj që po. Menaj që ka me pas shumë. Edhe unë menaj njëjtë si te edhe nuk ka qare se gjithmonë ka pas rezultat pozitiv. Edhe rezultat këgja të madh gjigant. Gjithë, lo. Okej. A menon që ja vlen sakrificat tua gjatë rrugtimit tënd muzik? Do më thonë, len diçka anash, ose edhe nësi e më punë, len punën, i len kejtë senet, do më thonë, sakrifikon vetëm për muzik. A i bën Nordi qëto? Po, kom sakrifiku për muzik shumë, mama punën nuk ka që e lan, adhe merë në edhe me punë punëj. Në varët, qëre vla, kur nëse kam përfitime për muzikës, nëse vinë përfitimet për muzikës, atëherë çdo njeri e kupton që ki përfitime për muzikës edhe punën mund është me lan. Ama punës jo si thëmë kur. Për muzikën e kam hobi, profesion, ama punën e bëj vla se do të me punu, kemi familje, kemi... Se në muzik, do më thonë, sakrifikojnë shumë artista për me arrit dhe të suksesi edhe unë të normal, po. Sukses maksimum me post Nordi se i shumë reper i fort. Faleminderit shumë. Nordi, atje ku jeton ti në Gjermani, a ki edhe na i shok që të ka thonë ty, ej, po du me bobe freestyle si ti? Apo më nimon, ose atja nisi e dhone, ose apo më përkra, ose a i bojna një bashkë të qesëm TikTok? Ka pas vlog, ka pas që kanë thonë, po kure kanë pas shef, normal gjdo kanë një mëj. Edhe pse halas ku ma rrit aty kohën, du, cakin. Amo gjithmonë jam për me ndimu njës shumë lade që ka nevoj për mu i ndimoj, për shemë më kanë lut, më kanë thonë, e kanë provu, po së ne kanë gjetë vetën për shemë me mu, së nuk e kanë për shemë stilin shumë, ose aj se ka pas siguron, e ka provu, kena dosh me postu, po e kena lonë se su për shtatë aj me mu. E unë s'kam qef me qitë kërkën hish keq. S'kam qef për shemë me dalë une me dikën në ty, a i mu kam pak me i shtu edhe s'kam qef. Jo për të ketë, po për të mirë të atina, që s'kam qef me bo kërkëm unë një keq. A dhe më dohun e keshe ma i furt. Jo, vlos. A menon për shemull të ardhmen, ti si Nordi se zakonisht i bën freestylat vete, muzikat vet, me boni bashkëpunim me dikën, nuk ka lidha, është në estrada, është në shok që i ki, ose... Po gjithë derën hapën e kam para to, si për të estrada, si për në artistri, që për shtatëmi që vëmi pse ju, vlo. Okej. Grup tonin, për shemull, është një reper që është upcoming, ashtu të ardhë, edhe ti vetë me ftu, edhe me marë, për shemull, grup tonin, edhe me vazhdu bashkë, diçka, do më thonë, për i fillimit me të, edhe mu bo grup bashkë, dyshe. Po thua kishe bo? A kështë mon iniciativ për shemull? Po, për momentin nuk e kam, na i shok ose që merët me muzikë që është siguron, po, kisha marë, pëse ju? Ne kështë bo, normal. Okej.
Unë e di që ti freestyle-a ki përgadit, e ki gati edhe je gjendje me bo freestyle deri në mëngjes. Sa dush vëlla. Ajna gati për freestyle-in tjetër Nordi. Gjithë. Edhe për mysëm, kej freestyle-a ti të i mytë, po këshirën tash e treta qa po bohet. Treta vërteta. Shura me Nordi, Johnny Black, freestyle. Ajna gati me Nordin, freestyle. Shura, Nordi. Gati, Shura me mylke freestyle. Unë s'jom normal prej ditës që kom le Doktori vlak thizën mrakt ma ka brea Allah hila apo tuko ka tranu Jo vla shkërjo pej tjepi do një mzu Jëm brutal kanibal I bëj për spital Ju hi si kancer mo pi trupit nuk jo dal No S'kom mor drogas nuk kom pi raki Kom pi on benzin me teshin beski Na batu mos e nal Pi studio sot dal Pa e bo son të doksin unë për spital No Me mar infuzione mo shëru Se që kë Nordi trunin ja ka infektu No Ta po do ingara Me mu nuk ka gara 1 milion vjet vlashku unë jem për para Kom adrenalin Trupi për manin Jo maroj kuloqa si kur gjesi bjere të pësine Nordi! Bravo e ke vyt e ke qos. Okej, Nordi, vazhdojna prap me pyetje. Sa dush. Kum po që ki bo dhe videoklipe profesionale, Po. jashta freestyle-in TikTok që ki bo. Po. Ku i gjen vetë ma shumë? A i gjen videoklipe profesionale që i bën kongën, a i gjen vetë ma shumë TikTok freestyle që i poston? Valloj vllom freestyle. Ma shumë freestyle, a? Kam edhe shumë muzikë që si kam publiku hala, po kësmet mas A emisionit. menën që ato mi bo klipe, ta mana mi klipe. publiku do më Jo, klipe tamam kësmet pe se tash- zakonisht edhe klipet lypen investime. po, kanë kosto normal. e se- Amo deri sot investime senet i kum bo vet, sa kum muj, sa kum pas kapacitet, kapak, ja kum dal deri diku. Jo, që do klipet që i kumpone janë profesionale, janë te për të mira. Po. Deshta me ta Jena bo monu. edhe një pyetje Po. interesante. Ti që jeton jashtë në Gjermani, a ki menu në herë mu këthy në Kosovë se për shembull këto me artista, me emisione, Po, me vlla, shumë sena janë Kosovë. është shumë më mirë se po të dalit të fol, më fal. Sani. Është shumë më mirë për një artist, më kanë Kosovë se ka më shumë lidhje, më shumë mirën me muzikë. Shqip. Ka connection. Po, tamam. normal, me këtë njerëz je ma ofër. Ama unë mendoj gjithmonë, ajo është këtë jo vetëm, po besoj se çdo shqiptar ka shef mu kthy në Kosovë. Po, Amo tash mu atje- kthy në Kosovë vetëm për një arsye, domethënë Po, arsyeja me kon Po të kuptoj muzika, ti për jo muzikën, diçka po tjetër. nëse do Zoti më jep sukses e arriti çokin ku e duan, isha kthy me gjithë qefën në Kosovë. Po tash për momentin i kam atje familjen, jam me këtë familjen atje, punën atje, apo kupton? Ama unë Kosovë vi dy herë në vit ose 3 herë në vit, shumë shpesh vi. Po. Ama një herë që është po Tash edhe na pe këtuit po vina ka gjash shpesh ani. Zakonisht artistav, reperat që në industri bojnë edhe thashe theme për ta. po Atë ka ona i thashe them për dikujna që ka full diçka ose... për një artist tjetër. Jo, për ty, tamam. Po? Na i diçka që ka full dikush që i nje, kanë bo diçka që s'është e vërtet, apden, kanë bo na i thashe them. Jo. Me orë për një, do më thoni shok ju, të komi me një grup shoshnis tjetër dhe kanë full për ty, tani ai ka orë ka kalzu të ti, qështu kanë full për ty. Po, ka ndodhur. Kanë do, Po. Qysh jeni, qysh ki reagu? Jam një kes që bas që ata që jam besu, gjithë jam lëndu. Gjithë. Bele edhe sonte e kini freestyle për qatë sen. Okej, a jena gati? Gjithë. A dojna me anis me qatë freestyle? Kur që dëm tash? vllahun e për freestyle ju marr, pe Gjermanis. A jena Ana jam gati, gati. bato se Nordi, po do me myt bitën edhe në qëtë freestyle. Shkojna Nordi! Ej, Shkojna Nordi! ej, 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 ej. Boj rap shqiptar që si poet thuri vargje ka po dalje ka po shkoj luën shqipe se harroj kur pjeni ty fol anglisht ka një reper fol mër burr shqip se ka anglisht ja s'ki haber pasha një zot ma dhashko unë s'jom normal kur i kom pa 7 muj prej barkit në kom dal nana më kalzej ke
për m'kan qu, me flamur m'kam lu, qato unë sot veni tem kom i knu, se m'kan kallzu n'luft qka ken për jetu, laç këti ngëm, po t'kallzoj një sen, ku shkojsh në Evropë, diku me nej ven, provo bërtit, Albana, krejt kan me ik se e din ju që jetona, shqiptar more vlash, shqiptar tot s'ku ke po, me na prek neve n'gjak, dollum krejt bura gra, do trima nuk kan vrak, kemi trima na hala, mor shka vel zhaku me gjaki me la, Putini të i thonë na ka pështu Amerika, me i pos nga që kisha prisha to mimika, mos mu pashu, u që keja me luftu, kalzëm Amerika qësh na kish njofty e mu, nuk pe mo hoj për një me na këni mu, a mu u që keja vlot fart janë shu, unë e pas e dur t'kryt shka villit me jo dorzu, unë edhe si vlo më ti shumë arrua, Prishtin, Tiran, Peje, Gjilan, hajde bumi bashk kur jena bashk për Konstahan, mos ta harre veli legendarën pa e knu, oj trenisa dhe njasharit moj sa shumë të du, jem djali i kësaj toke në këtë toko me hi, pa kalash nuk rri deri sa t'ka Serbi, letnim policia e letnim ton qeveria, pa kalash të shpia si me konjet e fmija, Përinat, Shqiponjen kom me quna vo, veç përinat i shka villat për me pa, kujdes me shqiptar mos i nëses, zhduk është pa stres, tani pimra atë ekspres, Faleminderit shumë vllazko. I madhje në ordin. I këna përgjedh disa artistat që janë këtë gjatë fortë dhe profesionista, amo na duhet me na dhonë përgjigje pa tjetër. Gjithë. A je gati? Po. Mendoj se po. Cili është më i mirë sipas te, gjithmonë sipas shijes tone? O, më i mirë Buta Amosi? Buta Amosi. Po. Mundesh me menu, mos tani. Apo pyet për çish po pyet për muzikën që e bën na çka? Normal për muzikën, po ti mundesh me përmbledh për këtë sanën që i bujnë. Janë dy të mira, dhe suni kisha da Butën edhe Mosin. Po pak ma shumë një detaj, ma i vogël, na vyn. Mosi. Se Mosi. Pse Mosi? Se unë përmenoj që Mosi. Tash për dytë janë të mirë, ti më thave me do njane me një nga arsye diçka me një jam veçantë. është Mosi, jo veçantë. Nuk i nga arsye të veçantë, okej? Pëlqimi jam është Mosi, për shemb, Mosi. Okej, me tjetrën vazhdojna. Mhm. A pëlqen ma shumë muziki a Getinjo? Nuk o lidhe të këta, se këta janë vllazën, si me të hotën, se përse. Më pëlqejnë dytë, bëlen me një më konë para do vite, ku më konë pak ma i ri, më konë spot Getinjos, Perizaj më kanë pas tia. Interesant. Jam aty, ama unë e kisha zgjedh muzikin. Zinxhira na për qaf, do knas sigur Doberman. Kur më ka po, të bo që shto më ka shku, më ka ru suksese. Nice. Ti Edhe- për nice për po. muzikë, da? Shout të muzikë. Ja, Muziki për ndryshë është djali mirë. Te edhe e din gjermanishtën, deshta me të pyet për në Gjermani. A Zeti, a Dardani? ki zonë është se dy t'i du. Dytë janë. Dyt- Unë e Dy se t'i kam kom fillim gu, që dy t'i du. ketë qaj ka përgjell. Masi që ka, unë që shë di që ka pas dhe zaceti i pari, që ka i be aceti. Ich schreibe bis heute überlebt. Jalla, geh mir aus dem Weg. Amo kisha thonë aceti. Shout out to Zeti, Dardani. Qito në ashta kishë nol me menu në ashta ma shumë. Ajde vla. A Noizi, a Ghetto Gjizi? Edhe këta kam pos interesant hopat e muzikës. Kam pos ka gjatë disa sene. Edhe Noizi edhe Geti janë shumë të fort, ama unë shkaj me Getin. Smurësh me mik edhe pik, sot u shjepi gas. Më pëlqen në vllai jena arrit me muzikën. Ai më pëlqen ka bo hite, ka bo. Do të më fol drejt jena arrit me muzikë Getit. A pëlqen ma shumë Geti që tash, a kur u kon tingulli trend me Agonamikën? Edhe atëherë edhe tash, sidomos shtash në fund shumë fort u kthy, që u kthy pas një pauzë që ka pas pauzë u kthy shumë fort. Gjithmonë si Geti ç'është din me bo. A të pëlqen albumi i fundit? Po, shumë. Okej. Shkojna me Hajde. Don John Finem. Don John Finem. Dytë janë super të fort njëre. Ja. Për ndryshe janë të bo kongë shumë të forta. Po këto do më thonë është çështje shijes, nuk ka diçka. Unë shkoj me Finemin. Finem.
Hues rrugës e rizi o benzi Po nuk jam vetu veti shreti Pa kur gjë të keqe për donxhonin, Këto çështë shijes normale. pa kur gjë të keqe për donxhonin, po shkoj me finimin. Okej, a shkojna pak edhe te femnat e estradës. Dafina Zeqiri Janina. Dafi, Kallëzona pak Dafi, ma shumë. Mbretresha. Mbretresha. Okej, te Dafina Zeqiri a e gjen vetën a herë me bona i bashkëpunim me to Ondër, se gjithë, pse ju? Uf. me stilin tënë dhe Dafina me stilin e vet, a mendon që ishit për shtatë? Normalisht shumë për shtatë, pse ju? Okej, mas jena të femrat Amelinda Rina Bolaj. Melinda. Arsye që është më aktive se Rina Bale nuk është aktive më. Jo, dhe Rina qëtë kong, po Pa, atëra, përse- Melinda pak ma shumë, adin, bën edhe hip-hop. Unë shkoj me Shpesh Melinda për arsye që është më aktive, për që ta, jo diçka. Okej. Mas ty në pyetjev, e Po. di që kjo ardhë me shumë freestyle, po edhe një e di që ki gati. Jo, një po sa dush. Bato, a jena gati? Unë jam gati. Shkojna me Kejt Nordit, me myt, hey, bitën live, Gjithë, Nordit! Ej, Ej, qo kjo bit, Nordit! Shqip prezentona jam djallë kosovar Po zemra më rejme më thon jam shqiptar Kur unë pysin e Europë, cila është gjuhat e nana S'ju thëm vesh Kosova, po ju thëm Albana Kosove Shqipni, mos i dani, mos përqani Moni, more, moni, se e fort po gaboni Flamurin me ylla si kur shtete respektoj A flamurin ku qësi, me këtë botën nuk e ndroj E kom gjakin e nëzet, se jam shqiptar i vërtet Kom me mek, deri kur kom me dek Qashtu si Kosovë, qashtu njetë edhe në Shqipni Si me mbor burkry, e nani Jo si na kërku nuk ka, këtë botën more kom po Bolje na përqa, hajde shafi si kur lavë mo Leni mërë të sene, more leni këto tiktoka A pësheni gati, është tunel shu toka Repo vati nuk e zgati, kështë edhe shku automati 100% tempo mati, veç që kam rritet mu gazi Nese del një ma i fort, vetën e shpëllati Para këtë kamerës, dashko vetën e në lati Unë s'jam reper shoki, unë jam poet Kur që po mjetë buka, goja unë flet vet Qashtu kërpi shok, bashkë Kosove, Shqipni Zemra po ploqë të miri qati qataf Mi e du, venin tem, pasha së që i kom val Me nëzit pres përshimin edhe këtu në me ardh Nuk pëj mërë mungi, Kosove, Shqipni Se që aty unë jem rrit fukara lak si kur fmija Visi jem vjen nga fis, Berisha Gjithëm të ke baba në shqiptar t'jena nisha Armik shqiptar nuk kom edhe m'paqa, ja fali Hajti mu kalzën për shka jem shqiptar o lali A dim se kom duru, se te zoti kom besu Edhe një vloh te shpia ma ka qu Kur së m'kalon, more mu dërëzu Non stop, ka thëm vloj jem gjuqu Që si s'ke po nuk i me po, as ti her nuk i me nzo Nuk mu i pak sy që shtu se me zemër jem tu je po Pasha qatë vloh që e kom pik dop Shpetim për shëndes vlojit, dën fort Reputacione, kem visione, kem misione Share nuk kemi pa e gzuhën na qatone Që më tha vloh, që vla shku më su tërzo Kalzo i botës a nordi ku shumë Ke myt, si e normal vlash. Them dilla. Bravo be, ton këtë Me energji. gjithë qef, me gjithë zamër. Nordi, ma herët folëm edhe për shoshni edhe vlla. kur folëm për shok, the që e ki edhe një freestyle që lidhet me jetën tonë dhe Po. me shoshnin tonë. Po, vllashko. Para se me shku të qky freestyle, për shikus të Johnny Blackit me qitë freestyle e përmbyllum emisionin deri në episodin e ri. Faleminderit ketëve që na përcjellni, faleminderit ketëve që na suportoni. Ka me pas shumë befasira, ka me pas shumë sene që me nëzis po presëm, mi pru edhe keni qa me prit, keni qa me këshyrë. Shkojna me freestyle, Nordi. Shkojmë vlo. Hej vlo, kjo shkon për kret artistat e ri që nuk kanë pare e kanë qef me arrit. Ju thëm që punoni fort, lut një Zotit edhe kur mos dorëzoj, se për krejt Zoti e ka një dirë që kom jau qelë, si kur mund që po më qelët. Kështu që mos onalni, vazhdoni. Nordi, shkojna! Bashka ty ku kom besu, që aty jom lëndu Që ata që më thanë du, thik në shpinë më kanë shu Ma kanë rej shpinën e unë ju kom besu Ma kanë gjithë venin ku është but për me më shpu Ani nasht, robi drejt gjithë fiton
lindu me t'i qit. Mu ka fry kjo zemër, mu ka fry vlla si top. S'po mu i mi mojt me mrena se është ka do krejt me m'pop. Paret e para në muzik, vllashku që kom i fitu. Bashk me ty, ore vllota Lil Kastrati kemi qu. Dikon me një mu vlla, dikon leta një mon. Se veç ashtu ju m'kon, dikur se kom pas kërkon. E nuk pe du suksesin, për me blevesh Mercedesin. Pe du suksesin me një mu që për bukjen ka desin. Nëse për mu vesin, kush ke qa ideali? Thuj qa ideali që ka hekër, kush nim si fali. E nëse pysin për mu, artista se kusho. Thuj u qaj që ju ka shkrusja keni këthy as një. E nëse pysin për mu populata shqiptare, tregoj jo pa more, vlla tregoj jo që s'kom pas pare. Ka zoti jo m'drejtu, zot falem mu. Ti e fal si madh, falem ku kom gabu. E di jo zot, ti ki drejt me m'sprovu. Ani nasht, të në kur s'kom u dorzu. Ka zoti jo m'drejtu, zot falem mu. Ti e fal si madh, falem ku kom gabu. E di jo zot, ti ki drejt me m'sprovu. Ani nasht, të në nuk du mu dorzu. Muzikën shumë me dësha, ma heret kisha gnu. Po nuk kisha pare në për studio në me shku. Artista vju kom shkru, normal bosh nuk kom kan mu. Po nuk bohë sen më një njëri ti me një mu. Që unë e jom artist nëse prej te e dhezi. Qaj që ka talent letëm shkru në mshteti. Nuk du vesh për veti, më këmar keja meti. Kret kena milion, s'kena me morsen me veti. E ka një herë thëm, ma mirë që s'kom pas pasuri. Dhe t'kisha pas pasuri, rrugës keqe isha hi. E nana jemi din shfar, djali i ka rrit. Gjithëm qillë ki fukaros me ja dit. E gjithëm thej ke zote nëse don me nonën e bën. Që ti provo, që provo mos u dërzo. E zoti ju m'ka pa, m'do këtë zoti ju m'ka ni. Se shumë unë ju kom lut me një emision me i. Nordi, shumë emocion. Shumë emocion.